Si keni qenë herë? Me shnet. Ajni mirë. Unë bërë 20 vjetë që këmë banë këtë zonë. Po. Ka qënë zonë e marume, me ardhën e ripsolit tonë. Ka banë zonë ma mire që egziston në zonë e tonë dhe të Bakanës. Ashtë banë me gulli. Vetëm njësinë e Pasuqanit, jemi drejt përfundimit, 105 rrugë, 23 km. Dhe nga korriku i këtij viti, fillojmë dhe 105 rrugë tjera 30 km. Dhe më hanë, mbi 98%, 97%. Vlera e pronës, Ka rritë të ka hecë. vlera e tokës ka shku 3%. Mos po flasë për çështjen mbi tokë. Mbi tokë që keni parkun e liçenit Pasuqanit që keni hapur. Por këtu në fati jonë. Se çështja mbi tokë është parku i liçenit. Kryetare mori bashkinë nga një bashki inekzistente dhe të bani mrekulli. Fal punës së Rakipsullit dhe mbështetjes qeverisë normalisht të këndshme. Por ka bënë punë të mrekullueshme. E ka i dhe Rama ka mbështetje. Unë flet vet, nuk është nevojë për të bërë shumë komente sepse ka bërë në çdo vend ka bërë mrekulli. Ishte gjatë që ka thonë shtë rrugë e ujtëm dakot. Edhe parki, që i ka bërë park, rrugë, halal ja bërë zoti, Edi Ramës, Rakipsullit pajtë, se kje ka kërkuhe, se Aja ka dhënë. mo t'ishte ki, për zote nuk i të gjajnë jama. E në para Rakipsullin këtë grendarën. Rrofshi. Hajde përshëndetje. Rrofshi. Realisht në zonë, më në vetëm njësinë e Pasuqanit. Ka që, më kemi 23 km, 103 rrugë që janë të përfundimit.